se të gjeta. Mirë se erdhe. Ç'kemi sot? Mirë se erdhe, o të Se e bërka që bukur sot. Po, dzingë Elegante kështu. Po, kam futur pak barku brenda dhe ja. Po vjen koha tani që do të rriqim barkun, do të opsohemi në Jo, edhe kjo tërheqja e barkut është e shëndetshme. Është shumë e duhur. Po, e kemi treguar këtë për të krijuar këto muskujt këtu të barkut. Atë breshkën edhe për të përmirësuar dhe rregulluar, përshpejtuar metabolizmin dhe tretin, triqeni barkun aq sa mundeni, sepse ndihmon në peristaltikën e zorëve. Bëjnë kështu me elastike ato dhe patjetër që ushqimet mbetjet. Po mirë, këtyre zorëve sikur t'i fusim ja 2 pufka me shërbet. Tani po. Po kjo është. Tani po. Kjo është gjë që mua më dhëm më tempë. Se breshka ka ikur, ka marrë rrugën. Thoje që kishe pufkat, mos flisja fare për dopsim. Thoje që kishe recet par pufka, megjithatë na shijojnë shumë të mira. Pufka me shërbet. Pufka me shërbet. Se po vjen edhe festa. Goca me shërbet, kështu është edhe pufka. Po vjen edhe festa, kështu që na duhet patjetër që të bëjmë të përgatisim një mërsirë të thjeshtë. Do jenë disa lloje patjetër në fund të këtij muaji të gjatë dhe shpresoj të mos ketë qenë shumë i lodhshëm për agjëruesit. Që kanë agjëruar, po. Derisa të arrihet kulmi i këtij muaji, që vjen edhe festa e shumë pritur. Ndërkohë, le të tregojmë produktet e pufkave tona me sherbet për ta nisur menjëherë me diçka të ëmbël, sepse duan kohën e tyre për t'u pjekur. Me qumësht plur do të përgatiten dhe më pas do të jetë gati edhe sherbeti, sheqer edhe ujë. Po, dhe pak kam 4 gozhë karajfili, sikur se do të shtoj direkt edhe masën e sheqerit. 1 gotë e gjys ujë, 1 gotë ujë, 1 gotë e gjys sheqer. Ajo gjithmonë në varësi çfarë ju doni, po të doni ju shumë mirë, mund t'i shtoni edhe pakës vanilje, gjë që, ose barbaroz, vendos direkt në, dhe e lëm të bëhet avash, derisa unë të merrem me kam vezët, plurin pjekës, qumësht plur, sikur se kam në fund fare limoni që do kaloj në këtë pjesë. Marr vezët, që janë 3 dhe normalisht në temperaturë ambienti. I përzijej derisa unë të krijoj atë shkumën e bardhë. Dihet që vezët janë vezët Ovital. Unë marr masën, më pëlqen kjo XL-ja, më pëlqen XL-i, më pëlqen. XL, sepse janë edhe paketime të ndryshme. Pra unë ka marrë të mëdhaja. Që i kemi ne në ekspozitorin tonë, padyshim, proteina, vitamina, omega 3, për të forcuar sistemin imunitar. Janë livadin tonë panoramik në ekran, për të gatuar, për të nisur ditën, për të bërë ombletat dhe recetat të shijshme, edhe për të furnizuar me energjinë e duhur që duke konsumuar një vezë të freskët, padyshim që kemi të gjithë përbërësit që na duhen për gjatë ditës tonë. Gati me vezët që duhen të... Shne që s'ke përdorur ato elektrike njëherë. Jo, sepse është për përdorur. Mos harroni furën në 180 gradë, një tavë dhe letër pjekje. Kam tuk. Vendosi një letër pjekje, lagje pak, se është akoma edhe më mirë, edhe e punoj aq sa unë të filloj dhe të shtoj qumshin pluhur. Tek qumshi pluhur unë të shtoj dhe plurin pjekës, që e kemi thënë është për aromë. Ja. Gati për t'i shtruar. Këti po zjen e largojnë ja, fare mos mullo, fare. Të trashet pak lëngu. Nga sheqeri do të shtojmë edhe limonin. Si sherbeti zakonshëm, nuk ka ndonjë ndryshim nga shurupët apo sherbetet që ne sjellim vazhdimisht për ëmbëlsirat. Dhe lëmënjan, nuk e përzijej me lëvoshkat, sepse të dyja ne mund t'i përdorim Mund t'i përdorim shumë mirë për pastrim, se është fundjavë dhe e përdorim
limonin, umfullën, sodën, 3 përbërësit kryesor për pastrimin e sipërfaqeve, por edhe për pastrimin dhe larjen mirë të perimeve. Pufka me qumësh pluhur të shërbetosura, po shihni në ekran recetën, ju duhen 4 filxhan qumësh pluhur, 2 lugë gjelle pluhur pjekës dhe 3 vezë. Sherbeti, 1 gotë sheqer, 1 gotë e gjysëm ujë, 5-6 gozhd karajfili, 2 gjethe barbaros dhe lëngu i 1 limoni. Atëherë, në moment që ju nuk shtoni barbarosën, shtoni vanilje si që shtova unë. Po. Ajo ka efektin e aromës që ja pra kemi këtë masën, në gjithë se shiko, edhe pakës, diku të 1-2 minuta, dërsa themur barbarova siliko, do të tua kush i do. Në vendin tënd kemi vanilje dhe kështu që... Barbaroza është një lule që rritet shumë mirë në provoret tona, kështu që e përdorim edhe si një bimë, si një lule që në zbukuron oborin, por na jep aromë fantastike dhe na ndihmon në përgatitjen dhe aromatizimin e ëmbëlsirave të ndryshme, përgatitjen e glikove, reçelrave. Ka të bëj nxehtësia e furrës. Deri në 180 sot fura. Aq duhet, ja. Ka prandaj themi masë ngjitëse. Pozicionohen vetë të rrumbullakta. Do të fryhen e do të piqen. Bash, ja. Edhe këtu. Marrin vetë atë, pozicionohen vetë në letrën e pjekjes. Sepse është pluri pjekës, normalisht shërbetosim në fund. është veza. Pra ndryshe nga herët e tjera, këtë radhë do vendosim pufkat tek sherbeti dhe jo sherbetin tek ëmbëlsira. Se e tillë është procedura punës. Nëse ju vendosim me temperaturë të lartë, normalisht nuk do keni rezultatin e duhur. Do digjen nga jashtë, brenda do jenë brumë, si gjithmonë kur ndodh që nuk respektohet temperatura e duhur. Ja, edhe 1-2 lugë dhe i kemi gati. Pra ishte një procedurë shumë e lehtë për tu përgatitur. Ato pufka që shihni në për ëmbëltoret, ja, mënyra se si ti bërni në shtëpi. Me vezë, me qumësh pluhur, e aromat e tjera pastaj që i zgjidhni vetë, o vanilje o barbaroz. Edhe një të vogël do dali këtu, se s'ka nevojë. Po që për pak do bëhet e madhe, se do ketë procesin e vetë termik. Dhe Niki të lutem shumë, Pra, 12 pufka, ku njëra është dallohet nga të tjerat, në temperaturën 180 gradë, i vendosim me një vëmendje maksimale, sepse ju e patë se sa delikate janë ato, duhet ta shohim her pas here furrën, që të mos na digjen. Edhe njerë do t'i përmbledh përbërësi, sa të bëhet gati dhe sherbeti, lëm kohën e dur shrupit për t'u përgatitur, pufka me qumësh pluhur dhe me sherbet. 4 filxhan qumësh pluhur për të përgatitur atë brumin që përgatitem pufkat, 2 lugë çaj pluhur pjekës dhe 3 vezë. Shtoni pastaj për aromat që të doni ju tek sherbeti, o në doni nga vanilja o barbaros, po gjithsesi raporti i sherbetit është 1 gotë sheqer, 1 gotë e gjysmë ujë, 5-6 gozhd karajfili, barbaroz ose vanilje dhe lëngu i 1 limoni. Përgatitet edhe shurupi, ndërkohë që pufkat piqen, që më pas thjesht ti sherbetosim, ti vendosim brenda sherbetit. Ndërkohë pufkat Albana janë gati. Tani është momenti që ne edhe mundet që ta Patjetër. hapim furrën në mënyrë që t'ju tregojmë rezultatin. Do t'i sherbetosim përpara se të shkojmë për publicitet.
kemi ca shpreje këshu. Mu bën sytë pufka, që janë këto shprejet me pufka? Janë nga pamja e pufkave, fillojnë dhe marrin shprehjet. Kujtje se janë shumë të nxehta. Do të veprojmë ndryshe, pra pufka do t'i shtojmë tek sherbeti. Pufkat janë të nxehta, sherbeti është ftorë, është disi vakët. Ndaj. Janë të nxehta për t'i ndarë kështu? Po. I besojmë. Jedhim kështu të shkujdesura. Janë të buta, brënda. Jo, nga një duan pufkat. Edhe I vendosim këtu tek cia, apo jo? Apo marrim në një pjatam? Marrim një pjat direkt, se? Marrim një pjat më mirë. Nga që janë? Mos I lëvizim shpesher nga vëndi. Ja. Shiko, sa të lumdora. Nuk duhet të qëndrojnë fare. Se zbuten direkt, po. Ja, unë po I heq nga letra. Ka që duan. Ja. Goja lënkë. Pra është një ëmbëlsirë shumë e shpejt. Më pas të shërbet, do t'i shtoj sheqer, do t'ma trash më tepër. Që ta shtoj sipër, po. Kjo e vogla doli që si ndryshe nga të tjera. Jo, doli ndryshe sepse e kishim ula më tepër. Pak brum. Në fund fare. Këto bëjnë të vogla, pufkat. Sa të mira. Shumë shishme. Shumë të mira. Prit, ta marrë këto time? Ta marrësh. Unë I kam rezervuar vetes një më të madhe. A do mëndja. është me çështje lëngë, me sherbet. është me çështje peshe dhe moshe. Sa të mira. Ja. Ja. Ua, sa të mira. Tani, po më thomë se s'na ke bërë çik më shumë, më tepër. Se tani kjo joshja është Urdhëroj. mbi tundim, domethënë. Opa. Bëjmë edhe 3 të fundit. Dhe aq e përqendruar je sa unë nuk e di se ti si po I reziston ti, vetëm ti njohëm edhe apo kur kalojmë në reklama. Nuk po të mundoj më shumë. Po se më ka dalë nafish. Nuk po të mundoj më shumë, kështu që shkëputemi për pak reklama.